Ushtruesja aktuale e detyrës prokurore publike e shtetit Anita Topolova-Isjalovska, prokurorja Lidia Rajčević dhe Lenče Ristovska, si dhe gjyqtari nga penalja Nenad Savevski, moron mendim pozitiv nga antarët të Këshillit të Prokurorëve Publik. U konstatua se këta kandidat për pozitën e parë në prokurorin publike kanë përvojë shumëvjeçare dhe integritet. Kryetari i Këshillit Bashkim Besimi tha se u kanë dhënë dritë jeshile të gjithëve që i kanë plotësuar kushtet. Дадохме позитивно мислење. Од причини што сите кандидати се јавни обвинители, едниот е судија, со успешна работа во јавно обвинителство и во судовите. И не можевме како членови да ги делиме, зашто сите се по 20-30 години или 15 години обвинители. И затоа дадавме позитивно мислење. Besimi mohon se kanë shmangur përgjegjësi si organ profesional për të zgjedhur kandidatët më të kualifikuar dhe lë hapësirë që qeveria të vendosë se kush do të propozohet, gjë që mund të kuptohet edhe si një vendim politik. Не се остава простор за политика од причини што сите кандидати ги исполнуваат условите согласно закон. Ние не можеме за еден обвинител што работи 20-15 години, веќе знаеме работата на јавни обвинител. Мислим за овој состав на совет да даваме негативно мислење, кој тој обвинител секој ден иде по судови, секој ден работи предмети и затоа дадавме позитивно мислење. I vetmi i përjashtuar është gjyqtari i shkarkuar Vladimir Pančevski, i cili u refuzua si kandidat pasi nuk e kaloi filtrin e Këshillit të Prokurorëve Publik, të cilët votuan një zëri negativisht. U konstatua se ai nuk i plotson kushtet e nevojshme, përkatësisht nuk ka përvojë të pandërprer prune prej të paktën 10 vitesh, pasi ishte shkarkuar për shkak të përfshirjes në manipulimin e sistemit AKMIS. Hapi i radhës është që Këshilli të dorëzojë mendim për të 4 kandidatët që morën mendim pozitiv te qeveria. Më pas, prej andej duhet të merret vendimi se cili prej tyre do të propozohet në kuvend për zgjedhjen e prokurorit të ri publik të shtetit.